Personalisht më ka ndodhur në disa raste. Më ka ndodhur në disa raste ku në gjatë seancës së pajtimit kemi pasur tërheqje nga palët për të kërkuar më tej zgjidhjen e martesës dhe për të vazhduar jetën e përbashkët. Në fakt, kur kur zgjidhja e martesës nuk është nisur realisht për arsye objektive, pra zgjidhja nuk ka pasur në thelb probleme madhore për të shkuar drejt një zgjidhje martesë, por ka qenë një vendim i marrë dhe i mirë menduar. Dhe në momentin e pajtimit, palët janë tërhequr dhe kanë vijuar jetën e përbashkët. Por mund t'ju them që kam konstatuar edhe raste me shumë keqardhje do të thotë, ku kemi pasur tërheqje të njërës palë ose pranim për të vazhduar jetën e përbashkët, sepse pala tjetër nuk ka pasur ku të strehohet, ku të shkojë pas zgjidhjes martesës. Rasti konkret që unë kam qenë e pranishme në sallën e gjyqit ka qenë një nënë me fëmijë dhe ishte diskutuar me bashkëshortin e saj më përpara seancës gjyqësore, vendosën në seancë gjyqësore që të bënin, pra në seancën e pajtimit të bënin pajtim dhe të tërhiqeshin nga procesi, por me dhimbje të thellë këtë që ajo nënë dhe ajo bashkëshorte e kërkoi të tërhiqej sepse nuk ishte ku të shkonte dhe bëri një marrëveshje me bashkëshortin e saj që ajo të vijonte